Thyrjet e kukit mund të ndodhin si të moshat e reja ashtu edhe të këtu moshuarit, por që shkaqet mund të jenë të ndryshme ndër gjenerata. Kështu shpreh doktori Burim Sahatçia, ortoped, duke treguar edhe shkaktarët e thyrjes së kukit. Karakteristike e thyrjes së kukut është të moshat e vjetra, si pasojë e lëndimit, pasojë e dobësimit kockave ose osteoporozës, tumoreve të ndryshme, si dhe përdorimit të pakontrolluar të kortikosteroidëve në raste të caktuara. Kurse të moshat e reja e kemi si pasojë aksidenteve, të cilat e dimë edhe vetë, për çdo ditë kemi aksidente dhe pozicionet e thyrjes janë shumë të afërta. Në momentin që ka thyrje të kukit, pacienti ndjen dhimbje dhe i shfaqen simptoma tjera, shtoi ortopedi Sahatçia. Kur kemi thymje, pacienti ndjen një dhimbje në regionin e inguinumit, mandej nuk mund ta çon komën, ta rrudh, nuk mund të shkel dhe e merr një pozicion koma të laterale, thonë të jashtëm. Aty janë ato të cilat pacienti e vren që diçka nuk është në rregull me to, edhe normal traumat të cilën ka psu, e lidh me ato që diçka ka ndodhur. Sidomos të moshat e vjetra, preferohet që intervenimi të jetë sa më i shpejt, që të mos shkojë deri te mpiksja e gjakut, për shkak që mund të jetë e rrezikshme për jetën, tha mesjerash doktori Sahatçia.